Për serbët diskutohet tani. Serbët, po. Jemi të gjithë trashëgimtarët i lirëve, apo disa nga këto fiset e vjetra që ne jemi trashëgimtarë nuk janë i lirë, po janë trake. Po në çdo rast rrëzojnë tezat serbe që kanë qenë që shqiptarët kanë ardhur para 10 shekujsh nga si thua nga zona lindore dhe kanë hyrë në Ballkan, domethënë që janë të ardhur pas sllave. Kjo vërteton që ne jemi popullat, po kështu ka qenë teza serbe. Po, ke drejt. Kjo ka qenë teza. Tani, elementi që duhet punuar më shumë, mendoj unë, është sidomos teza gjuhësore, pjesë gjuhësore. Ne vim tek gjuha, po. Sepse ne tani dim ku ka mbijetuar popullata. Domethënë, gjuha shqipe ose proto-shqipja është një dialekt i një grupi të vogël i lirësh. Ne nuk flasim gjuhën shqipe dhe që rrjedh nga si flite ilirishtja në Kroacinë e sotme. Dakor, ose në Bosnjë. Duhet kuptojmë diçka, i lirët. Por i lirët e kurrim në sot me i lirët e Kroacisë. I lirët duhet i mendojmë siç janë sot popujt gjermanik. Domethënë dhe austriakët janë gjermanik, dhe gjermanët janë gjermanik, dhe danezët janë gjermanik, dhe suedezët. Po danezët nuk flasin gjermanisht. Austriakët. Po thash, shikoj i lirët siç janë popujt gjermanik. Gjermanik do të thonë fund edhe holandezë, po edhe holandezët, gjuhë gjermanike. Tani po ta bëj pyetje të drejtë për drejtë. I lirët e Kroacisë me i lirët e Shqipërisë. Po tani unë nuk e di si kanë folur, po gjasat janë që fiset i lirët të ndryshme, sidomos me distancat mëdha, flisin ndryshe. Kanë pasur dialekte shumë ndryshe. Domethënë është një gjerman në Prusi, nuk kuptohej me një gjerman në Holland, sepse ishte ndarë gjuha para 3500-4000 vjetësh. Dhe nga një dialekt i njëjtë, janë krijuar 9 dialekte dhe këto dialekte kanë krijuar gjuhë ndryshme. Sot, po ti thuash danezëve që ti flet gjermanisht, do të bëjnë një gjë. Ai thotë unë jam gjuhë me rrënjë gjermanike, po nuk është gjermanisht, danisht apo hollandisht. Kështu që e njëjta gjë me ilirët, nuk do t'i marrim ilirët sikur kanë qenë një popull homogjen, me domethënë kanë pas një bazë gjuhësore të njëjtë. Po kjo s'do të thotë që flisnin eksaktësisht dhe kuptoheshin shumë mirë. Një nga Slovenia, një ilir nga Slovenia me një ilir nga zona e ku është sot Dibra. Tani, kam një pyetje të tillë. Ilirët ishin krijues të qytetërimit të hekurit në Evropë dhe mbajshin mjeshtra për këtë. Kjo lidhet me Kjo është pak egzagerim. Ilirët e veriut dhe keltët, aty ku ishte zona lidhse, aty ka pasur një zhvillim më masiv kultura e hekurit. Dhe mund të kenë qenë ilirët e Panonisë që kanë qenë më të avancuar në lidhje me përdorimin e hekurit. Tani, sepse në fillim ka qenë teknologjia e bronzit, dhe teknologjia e hekurit ka lindur në vende specifike dhe pastaj nga aty është zgjeruar. Duhet tamam këto të shkrirjes, furra. Po, domethënë nuk ishte teknologji e piri, mund të ishte më i avancuar kulturalisht e zëm. Ilirët e jugut mund të ishin të avancuar më shumë kulturalisht se sa ilirët e veriut. Po teknologjia e hekurit ka lindur në Ballkanin Veriperëndimor, në zonën e Panonisë, që është sot Hungaria Jugore, Austria. Aty ka qenë ajo baza ku ka shpërthyer më shumë teknologjia e hekurit. Kështu që nuk do t'i vija emra specifik që i lirët apo filani janë krijuesit e hekurit, sepse hekuri e parë si teknologji është shpikur në Azinë e vogël, nga hititët. Nga aty pastaj është shpërndar në përbot. Ose mund të ketë disa vatra. Tani mbetemi kthehemi prapë tek gjuha. Po t'ishte Çabej gjallë sot. Mendoj që do t'ishte shumë i lumtur, s'ta ka bërë këtë pyetje një. I kënaqur me këtë studim, dhe unë do isha shumë i nderuar, nëse ai do ishte gjallë sot dhe do sa për dieni, Çabej është linjë neolite, pellaske. Sepse dikush nga e familje është testuar. Nga zona e Gjirokastës. Ti sot po më laj mua që është testuar një mashkull i familjes. Djali? Po nuk ka rëndësi kush, si thosh. Edhe është linjë pellaske. Dhe Çabej del pellast, i cili vetë kishte teorinë ilire. Po sepse ai ishte shkencëtar dhe gjuhëtar, nuk e kishte nga ishte vetë, ai po fliste për popullatën. Studimin. Po ti ishte Çabej sot gjallë, ty do të lavdëronte shumë. Unë mendoj që ky lloj studimi do të ndihmonte shumë, sepse Çabej është, unë kam lexuar ato dhe është me vërtet është për të respektuar, sepse ka gjithmonë njerëz që shkruajnë, po jo gjithmonë ti kupton thellësi dhe ai ka thellësi. Aftësi tek individi, tek profesionalizmi. Ai Dhe mendoj që ky lloj artikulli, ky lloj studimi do ndihmonte gjuhëtarët profesionistë mirëfillt që merren me origjinën e gjuhës, jo thjesht me element gjuhësor, se ka shumë gjuhëtarë që merren me gjuhë, po merren me segmente të vogla të gjuhës, kuptohet janë shumë të nderuar në profesionin e tyre, po për
për gjuhën e një etnie duhet që t'jesh pak edhe përgjithësues, duhet të njohësh shumë komponentë të gjuhës, jo vetëm i specializuar në një pjesë të ngushtë. Mendoj që kjo do ta ndihmonte Çabein dhe këdo që të periudhës tij që ishin mjeshtrat fushës për ta kalibruar akoma dhe më mirë se thuash jo thjesht për ardhen e gjuhës shqipe, po se thuash mini kontekstet, ato mini detajet, sepse për shembull ka qenë gjithmonë teza që gjuha shqipe ka mbijetuar në një trekëndsh midis Shkupit, Nishit dhe Prishtinës. Dakor? Unë mendoj që ky informacion që ka dalë e vendos mbijetesën e gjuhës proto-shqipes pak më në perëndim të këtij trekëndshi, në zonën që është zona kufitare midis Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veri perëndimore. Dakor? Dhe elementet latin mbase që ka gjuha shqipe, kur them elementet do të thënë shumica, se element latin mund të ketë pas edhe grupimi në zonë malore, mbase janë përthithur më shumë nga proto-shqiptarët, nga ky trekëndshi Nish Shkup Prishtinë. Kjo nuk do thotë që aty s'ka pas proto-shqiptarë dhe ilirë, të kuptohemi, po them ku ka mbijetuar popullat. Prishtinë Shkup. Po, ky është trekëndshi që mendohet që është vatra e popullatës dhe arsyeja ka qenë sepse ka shumë elemente dhe influencë latine, sa mendohet që vlehët dhe shqiptarët kanë qenë atë zonë dhe aty janë ndarë pastaj si degëzime. Dhe origjina e vleve është me vërtet aty zonë, janë Ballkanës të latinizuar kulturalisht, genetikisht janë shqiptarë, dardanë të latinizuar, por mendoj që studimet të tilla do të ndihmonin gjuhëtar si Çabej ta kalibronin më shumë. Kemi ne kapacitete për ta kalibruar, siç po thoni ju? Mendoj që kjo tani mendoj që në Shqipëri ka shumë gjuhëtar të mirë sot, po që merren me segmente specifike të gjuhës. Do të thënë këtu duhet ngulur që janë të thellë dhe të ngushtë. Mund të ketë dhe dikë që di edhe t'i lidhi gjërat bashkë, po unë nuk e njoh. Kështu por o do duhet një person që si Çabej që të ditë t'i përthithi detajet dhe segmentet e gjuhësisë t'i mbledhi bashkë. Ka pasardhës Çabej? Ose duhet pastaj që disa gjuhëtar, secili specializuar në segmentin e vet gjuhësor, të bëjnë një ekip dhe të bëjnë një publikim të përbashkët siç kemi bërë ne. Një në një pasardhës të Çabejit? Unë nuk i njoh të gjithë gjuhëtarët shqiptar, jam i sigurt që ka shumë profesionistë mirë, por nuk më takon mua të. Tani, një nga edukimet e mia është gjuhëletësia dhe me thënë drejtën sa më shumë kam lexuar zoti Bojaxhi gjithmonë më ka habitur pozitivisht se si ka mbijetuar Shqipja. Tani ju vetë keni gjetur në një gjë nga Ilirishtja, në një të shkruar, në një gdhendur, në një... Ne nuk kemi arkeolog. Jo, me di që si arkeolog, po keni gjetur vetë se keni bërë një studim... Ne mund të themi vetëm këtë, që popullata e sotme, e gjitha, edhe shqiptarët që janë në Ulqin, edhe shqiptarët që janë në Shkodër, edhe ato që janë në Durrës, në Kavaj, në Lushnjë, në Lezhë, në Fier, në Vlorë, të gjithë ulësira perëndimore, fushore dhe kodrinore. Nuk kanë në nivel lokal më shumë se 1000 vjet aty. E gjithë popullata e sotme shqiptare, edhe në malësitë e veri perëndimit, edhe në Shalë, edhe në Shkrel. Si s'kanë më shumë se 1 vjet? Domthon, janë nga popullata që kanë mbijetuar në zonën o të Dardanisë, o të Dibërmatit dhe nga kjo popullatë. E nga ato kanë ardhur këtu. Është rishpërndar dhe është ripopulluar. Është rishpërndar. Po. Ne jemi dhe ne s'ka parë që dolën parat, prapë kemi një të ardhur. Po ju edhe ju keni shumë nga këto të veriut që kanë zbritur. Ato biles janë shumicë aty në Shkraparët dhe në Korçë. Po unë thash ka një bërtham të vogël që kanë mbijetuar në zonën midis Shkraparit dhe Korçës. Por ajo që po them është kjo. E gjithë popullata e sotme shqiptare, gjithë territoret shqipfolse, janë një shpërthim demografik i kësaj popullate të vogël në zonën midis malore, në kurrizin malor lindor, midis Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veri perëndimore. Kjo popullat nga shekulli 7 deri në shekullin e 11-12 ka pasur një shpërthim të jashtëzakonshëm demografik, edhe vajtet e shqiptarëve në Greqi që sot quhen Arvanitas janë pjesë e këtij konteksti, janë shpërthimi i fundit i kësaj vale. Dhe duke ushtuar edhe duke ripopulluar ato territore që kanë qenë të ilirëve. Kuptohet, ata nuk e dinin që këto territore kanë qenë të ilirëve. Kjo është thjesht një popullatë mbijetuar në zona malore dhe siç thash është mrekulli ose rastësi që kanë mbijetuar dhe mbas dyndjeve slave është ripërtëritur demografikisht. Tani, çfarë rëndësie ka që
Jo, e para njëherë tek gjua, kemi ne dokumente të shkruara me atë që keni ju ndjeni, pavarësisht se ju jeni studiosi gjuhës? Shiko, unë di që interes keni. ka të është në përgur apo gjëra të tilla, ka element të shkruar, por që mund të jenë shkruar me alfabet latin ose grek, po që janë shqip. Domethënë siç një moment caktuar para 100 vjetësh, 100 e ca vjetësh, disa njerëz, disa patriot u mblodhën, vendosën një fjalor dhe filluan ta shkruan në gjuhën shqipe në latinisht. Në gjuhën që ne flasim sot, në alfabetin që flasim sot. E njëjta gjë dikur për shkak sepse ilirët jetonin se mund t'u jap edhe një kontekst të kësaj punës së shkrimit të ilirëve, përdorin alfabetin latin ose helen për të shkruar fjalët ilirisht që ata kishin. Ka segmente janë të vogla dhe për këtë arsye nuk ka diskutime lidhur me gjuhën. Që t'ju japin prapë një kontekst edhe qytetarëve të gjuhësve.